Kështu që ne nga pikpamje jemi komplet siguruar. Për sa i përket këtyre luftës kibernetike, do patur parasysh që ndërhyrjet që bëhen radhë parë duhen parë nga dobësitë që ka brenda sistemi jon kibernetik, apo punonjësit që punojnë brenda këtij sistemi, të cilët janë në shumë nisën e rasteve janë gati për t'i nxjerrë vetë sekretet, s'ka nevojë t'ua kërkojnë spion të huaj. Mjafton të korruptohet një apo dy dhe t'i nxjerrë një sekrete që nga brenda sistemit. Problemi më i madh që do të na prekin edhe siç do preken të tjerët, dhe është indirekt, është lëvizja e çmimeve të karburanteve. Që patjetër do ndikojë siç ka ndikuar dhe në konfliktet e mëparshme. Ka qenë evidente e qartë kjo. Është vënë në duke një rritje e menjëhershme e çmimit të karburanteve. Kjo bëhet në mënyrë abuzive. Duke patur parasysh që shteti nuk funksionon në shumë drejtime, edhe në këtë kontrollin e çmimeve, sepse nuk ka asnjë arsye që të ngrihet çmimi që ditën e parë të luftës. Depot që janë këtu janë furnizuar paktën para një muajsh a 2 muajsh para se të fillonte lufta, kështu që ai karburant që ndodhet nëpër depozita nuk ka ardhur sot. Dhe ai në qoftë se ngrihet çmimi i naftës bruto, nafta bruto do të vijë mbas një muaji nga uzinat e përpunimit që të hidhet në treg. Dhe atëherë do të vijë një çmim i ngritur nga furnitorët e jashtëm mbasi të përpunuar, se ajo naftë bruto në qoftë se sot në bursë ishte 104 më duket dollar për fuqi, ajo që të kaloj në produkt të gatshëm do të kaloj në gjithë proceset e përpunimit, ndërsa këtu rritet çmimi pa asnjë arsye në mënyrë abuzive, spekulantët përpiqen të përfitojnë nga momenti dhe dje e pardje janë rritur në disa vende çmimet e karburanteve me deri 13%. Nuk e di se ç'do bëj qeveria. Këtu duhet kujdes qeverisë për të mbajtur këta spekulantët nën kontroll që mos të shkaktojnë rritje të karburanteve në mënyrë të paarsyeshme. Dhe rritja e çmimeve të karburanteve do të sjellë detyrimisht dhe rritjen e zinxhirit të të gjithë artikujve të ndryshëm. Në radhë të parë të transportit, artikuj ushqimor që kalojnë në përpunim e të tjera me radhë. Pra, ne në një formë në një tjetër do ndjejmë efektet e krizës ekonomike. Edhe kjo nuk duhet të jetë shumë e madhe, sepse edhe tani në momentet e luftës aty tregu qarkullimi i cisternave të naftës në ngushtisën e Hormuzit vazhdon normalisht. Sepse është gjithë bota që furnizohet aty, 20% e karburanteve të botës del nga ngushtica e Hormuzit. Ajo praktikisht nuk është e mbyllur dhe nuk ka ndërmend ta mbyllin, sepse është një gafe madhe po ashtu e Iranit, nëse do mbylli atë sepse do ngelet për vete pa lek. Aty në mënyrë të veçantë duhet tani valuta, sepse shitjet bëhen me dollar. Kështu që edhe ai nuk ka interes që ta ndërpresi këtë qarkullimin e karburantit. Por spekulantët do përpiqen me të gjitha mënyrat që të përfitojnë nga momenti dhe po i le jashtë kontrollit detyrimisht do bëjnë ashtu si u thot mendja. Kështu që qeveria jonë, por masa e parë do të bëjë, duhet të vendosë kontrollin mbi to. Duke parë me çfarë çmimi do të hyjë nafta tani që do vijë me çmim të ngritur, do vi, nuk e dim akoma. Dhe të lërë ato norma të lejuara që duhen për një treg normal. E qartë nderuar. Në një rrezik tjetër nuk kanë për vendin ton, vend i vogël, larg gjithë situatës dhe teatrit të luftimeve dhe edhe në fundit as Irani nuk ka asnjë interes të angazhohet me ne, por nuk do të ketë ai vetë njëherë absolutisht asnjë përfitim. Kështu që unë shoh situatën në këtë drejtim të qetë.
kujdesi që duhet të jetë qeveria është edhe një përgatitje paraprake e popullsisë për këto raste konflikti që mund të ndodhin tani, mund të ndodhin në një kohë tjetër dhe unë për shembull do të thosha që në ambiente ku ka grumbullime njerëzish, shkolla e tjera duhen bën disa instruksione të thjeshta, të vogla për të ditur fëmijët çfarë bëjnë në rast se ndodhen në një situatë të vështirë, çfarë të bëjnë që të mbrohen e të bëjnë, por nuk kujtohet njeri fare për këto gjëra sepse e kanë mendjen e fshehtë. E qartë i nderuar zoti Abili, por cilat duhet të jenë disa nga masat të cilat duhet të merren menjëherë pa u sulmuar, se ne shpresojmë që mos sulmojmë dhe shpresojmë dalin të fjalët tuaja, por pa u sulmuar duhet të marrin disa masa dhe cilat duhet të jenë ato? Pavarësisht sulmohemi as nuk sulmohemi, çdo vend merr masat e veta. Masat e mbrojtëse. Dhe çdo shtet serioz në çdo kohë i ka marrë këto masa. Një shtet i përgjigjshëm merret me këtë punë. Domethënë një nga detyrat themelore të shtetit është ruajtja e popullit të vet. Këtu masa e parë mbrojtëse që duhet të kishim sistem kundërajror e të tjera ne nuk kemi. Mbrojtja jon kundërajrore është zero. Është absolutisht zero. Ne nuk kemi një radar. Vje fjala. Jo se do na vijë raketa nga Irani, të them që nuk kanë për të ardhur, se dëmi që do bëj raketa është 100 herë më i vogël se sa kostua e raketës që të vijë që janë këtu. Po, si dihet, konfliktet janë zhvilluar, kanë shpërthyer edhe kanë sjell pasoja edhe në ato vende që kanë qenë miqe, shoke e tjerë, dhe në një moment janë prishur interesat dhe ka përfunduar luftrat, prandaj ndodhin. Nga përplasja e interesave nga njëherë të njohura, nga njëherë të panjohura, të befasishme, dhe çdo shtet merr masat e tij mbrojtje. Sistemi i mbrojtjes ne kemi zero. Sistemin informativ gjithashtu ne mund të themi që e kemi zero. Në ato masat e paraprake mbrojtëse. Mbrojtje kundërajrore, raketa nuk kemi. Nëse dyshohet që mund të lëshohet një raket, ne s'kemi një radar për ta kapur. Vetëm po na thanë këta kumshit, po na tha turku apo ndonjë tjetër që shikoni se po kalon një raket në drejtim të Shqipërisë. Në këto drejtime, domethënë nuk bëhet absolutisht asgjë. Meqense ne nuk kemi. E qartë nderuar, por desha të ndalshe pak te kjo pjesë tu edhe për interesin e publikut. Në qoftë se ne Iranin na drejton një raket, NATO si na mbron ne në këtë pjesë? Si na pengon që raketa mos të godatë Shqipërinë? NATO ne do na mbrojë në këtë formë. Në qoftë se do kujtohet se edhe NATO ka problemet e veta. Në Italinë perëndimore ndodhen radarët e kontrollit të hapësirave të mëdha për mbrojtjen e vendeve të NATO-s. Një sistem tjetër ndodhet i vendosur në Rumani. Por këto janë larg, sepse ato në një luftë frontale, ato për neve mund të vlejnë, sepse do jenë vazhdimisht të okupuar në hapësirën e operacioneve luftarake. Ndërsa tani në drejtim të Iranit, nëse i shkrepet Iranit dhe lëshojnë një raket, informacioni që do vi nga radarët, qoftë nga Italia, qoftë nga Rumania, do një farë kohë që të vi këtu e para, dhe ata duhet të reagojnë sepse nuk në fillim do mendojnë për vetë e tyre, pastaj do mendojnë për neve. Mbasi të ngrihet raketa, do i përcaktohet trajektoria, drejtimi e tjerë dhe ata do e bëjnë këtë punë për vetë të tyre, dhe pastaj nëse do të marrin vesh që raketa nuk është drejtuar për në Rumani, po ka drejtimin për në Shqipëri, atëherë do njoftoj dhe do vënë në lëvizje, por nga Rumania këtu mjetet mbrojtëse, përgjegjëse, antiraketat nuk kanë rreze veprimi. Duhet të ndërhyjë diku në zona e Turqisë, ose të ndërhyjë Turqia për ta parapritur një raketë që drejtohet për Shqipëri. Domethënë ne kemi një
një mangësi të madhe në këtë drejtim, sepse për vendin tonë ne nuk kemi një pajisje tona që të lajmëroj lëshimin e një objekti në drejtim të vendit tonë. Kështu që ne na ruajnë këto instalimet që ndodhen të NATO-s në Turqi, në Rumani dhe në Itali. Lutemi Zotit që mos ketë ndonjë hap të tillë kërcënimi, ose të paktën këto pajisje të funksionojnë dhe të neutralizojnë raketat në distancë. Por janë distanca të larta nga Rumania këtu, ndërhyrja që do bëhet në drejtim, mua më duket pak problematike. Se ndryshe ishte puna të kishim një radar, po ai radari do dhe raketët që të mrohesh. Kështu që ne na mungojnë shumë gjëra, me fjalë vetë si shtet. Pajisje, sisteme mbrojtëse, si që kanë këto vendet e tjera, ne nuk kemi. Kemi patur njëre një kohë kur ishim shtet përsëmbari dhe i abandonuam, i prishim ashtu dhe nuk ringritëm dhe nuk rinovuam. Ato fonde që shkojnë për mbrojtjen, akoma nuk ka menduar njeri dhe planifikuar njeri që këto gjëra duhen. Sepse sot ne kemi një konflikt larg. Po nuk i dihet mbas X vjetësh që një konflikt tjetër mund të ndodhet afër nesh dhe vendi do të jetë i zbuluar, qoftë nga raketat, por ka dhe mjete të tjera sulmi. Ne po përplasemi sot me problemin e raketave iraniane, me raketat balistike. Po ka raketa dhe të rrezeve të vogla edhe të grupeve terroriste që t'i bien atje ku si pret mendja dhe nuk ka radar që i ka.